Gocania dhe byreket që bëra sot. Ky është me presh, djath, spinaq. Kurse në tjetër bëra me kos edhe me djath. Këtu kemi ngjeshur brumin. Edhe këtu fillojmë ta prezim në copëza të vogla për të formuar topat e vegjël. Dhe kështu vazhdoj me radhë. I ndava petët. Ai me presh, me spinaqe, me djath kishe dalë super. Kisha në kopa bërë se nuk më hanin fëmit, po kësa radhe e pëlqen normal u rritëm. Edhe e pëlqen jashtë mase. Këtu fillojmë hapim një qik petët. Po flas avash se këtu tek ne po flen gjumë të gjitha. Ja dhe petën tjetër. E kështu vazhdoj me radhë. Kam bërë byreku me djath edhe me kos. Kam hapur vetëm 7 petë. Kurse byreku me spinaq e kam bërë me 12 petë. Ma u bë krackës. Ja këto kemi hapur 3 petët në fund. I hapa të treja bashk. Edhe po e hedhim lakrat. Unë e bëra me 2 shtresa. E kur rri mami në shtëpi, gatojmë gjërat mira. Kurse kur jemi në punë, bëjmë një gjë shumë e vrap, sa që kemi mundësi. Ja shtresa e parë. Dhe kjo është shtresa e dytë. Dymet petë po ishin të olla, petët e vetëm 3 petë e fundit. Dhe 3 petët e fundit i kam hapur në këtë mënyrë lart me tepsi, disa kollaj që u hapë. E kështu i hapë. Se i bëra topat vogla për këta. Ja dhe petën tjetër. Doli super. Ja dhe fundi. Jo dhe pak vaj ulliri lartë. Edhe ja si na doli.
Këtu po e prisnim, pa akoma ishte shumë i nxehti. Ishte akoma shumë, nuk ishte mpiksur. Dhe ky ishte byreku jonë për sot me presh, qep dhe spinaq.